Atëherë ndalemi te një pjesë tjetër e rëndësishme që të gjithë ne shqiptarëve që të gjithë ne shqiptarët e kemi shumë për zemër. Kombëtarja jonë e futbollit. Ju keni qenë një pjesë e rëndësishme e kombëtarës sonë futbollit për vite të tëra, si një nga sulmuesit më kryesorë dhe më të mirë të kësaj kombëtarje. Kemi trajnerin e ri, Rolando Maran, një figurë të them të drejtën për mua ishte anonime. Nuk e di sa e njihnit ju. Kemi rezultatet e para në ndeshjet bisore, mbase nuk ishte motivimi i duhur, sidomos nga ana e lojtarëve, po si e pat këto dy ndeshje dhe performancën e ekipit në ndrejtimin e trajnerit të ri? Normal edhe këtu kam opinionin tim personal, ndoshta edhe ndryshe nga disa ose nga shumica. Që të dalim te trajneri do të them dy fjalë për pjesën që ishte, pra për trajnerin e vjetër dhe për rezultatet që ekipi kombëtar joni pati këto 3 vite në udhëheqjen e Silvinjës. Pra, në qoftë se ne shqiptarë do të jemi me këmbë tokë dhe realist, që fatkeqësisht nuk e kemi ngjen. Pra ne këtë nuk e kemi ngjen, nuk jemi as realist dhe as me këmbë në tokë si popull. Pra si këmbë në përgjithësi. Majmë shpejt ose ulemi shpejt. Nuk kemi atë të ftohtë, nuk kemi atë ftohtësinë, atë kthjellësën e mendimit në vendime të rëndësishme. Për sa i përket pjesës Silvinjës, nëse do analizojmë, ai bëri 3 vite në Shqipëri dhe pa 2 suksese për mendimin tim. Pat një herë në Europian që na çoi direkt në Europian dhe një herë në play-off të botrorit. Pra kur është kualifikuar në Shqipëria, një herë me Debiazin, dhe kjo ishte era 2 dhe me Debiazin, ju e dini shumë mirë ato vështirësitë, jo 3 pikë në tavolinë, jo ndeshja fundit në Armeni, ku ta diun, ishin ca pikpyetje që megjithatë thashë meritum pa diskutim dhe atëherë, po kësaj ere ishte plotësisht meritum vetëm me forcat tona, pra në çdo ndeshje që ne ishim, ne i morëm pikët vet. Dhe kjo i bën akoma edhe më të vlefshme këtë kompeticion dhe këtë kualifikim në Europian, në finalet e Europianit. Dhe kjo është merit patjetër e ekipit në radhë parë, por edhe e stafit në radhë dytë. Apo jo, sepse funi fare ai trajneri e bën skuadrën. Tani që ai nuk ishte perfekt, kjo nuk diskutohet, sepse rrallë gjet trajner perfekt në këtë botë. Por edhe direkt mos japësh shansin, domethënë, për një kualifikim të tretë, më dukej jo normale, dhe ti isha unë president të federatës, do ja jepsha shansin. Tani ne nuk e dim si kanë shkuar situatat, ka ik vetë Silvinjo apo e ka heq federata jonë, paktën sipas atyre që kemi dëgjuar intervistave, gazetave, mediave, thohet që nuk kanë rënë dakord për pagesën. Tani unë nuk du t'i hyj këtyre gjërave, të them drejtën, sepse ajo është pjesë e federatës e presidentit dhe nuk më takon mu të them asnjë llaf te pjesa e pagesës, e kondicioneve financiare, ku ta diu. Por mu, të them të drejtën, më la shije të hidhur që një trajner tjetër që ka 2 suksese, mos jepet shansi të vazhdojë edhe një vit tjetër. Për sa i përket Silvinjës, ai e meritonte të ishte edhe një kompeticion tjetër, një kompeticion. Qofse nuk do bëhet më pastaj atë edicion, atëherë duhet ndashin rrugët. Tërsa për sa i përket trajnerit të ri, them drejtën, unë nuk e njoh shumë, duke pa CV-n e atij si trajner, shoh që ka qenë shumë në ligën e dytë në Itali, shumë pak në ligën e parë, dhe jepet shansi të drejtojë një skuadër kombëtare. Duhet të jetë shansi i tij jetës të marrë një dhuratë kaq të majme dhe kaq të vlefshme si trajner i ekipit kombëtar. Se unë them, besoj që trajneri i ekipit kombëtar është maja e një trajneri. Si pozicion, do më thënë, trajneri është maja. Të stërvitësh klube, është normale se ka shumë klube bota, po ekipi kombëtar s'ka shumë. Kështu që në këtë aspekt them që është një nder që është bërë atij, dhe tani 2 ndeshjet e para, ai erdhi me një filozofi tjetër, komplet ndryshe nga ne që ai mësu, nga komplet ndryshe që skuadra është mësu të luajë këto 3 vitet e fundit, po edhe më parë, edhe me Debiazin kemi luajtur pak a shumë në të njëjtën sistem, pra sistem mbrojtje dhe duke i kap skuadrat në befasi. Ndërsa tani do luajmë sistemin sulmues, pra duke i ataku skuadrat aty te zona vet. Me 4 mbrojtësa, 4 mesfushor dhe 2 sulmues kryesor. Dhe skuadra derisa ta kuptoj ndryshimin e këtij sistemi do kohë.
Dhe pranaj dhe ato dy ndeshjet e para nuk u dhënë asnjë rezultat, se skuadra s'dite ku shkote, s'dite ç'a bote, si do e bëte pressingun me 3 ditë stërvitje, ato nuk mësohen. Kështu që duhet i lëmë kohë dhe trajnerit dhe skuadrës të dhe njifër me njëri tjetrin, të stërviten me njëri tjetrin, pra të praktikohen edhe atëherë do japë një opinion edhe më të saktë që ishte ky zgjedhja e duhur ky trajner apo ishte gabim. Gjatë gjithë këtyre viteve, mbase që në kohën kur trajneru bë Dosena dhe më pas Brigel, ishte koha që ju akoma luanit për kombëtaren, ka qenë gjithmonë mediatikisht shumë i theksuar fakti që a duhet të vijojmë me një trajner të huaj, apo mbase duhet t'u japim një shans trajnerëve shqiptar. Për shembull, emra që ju keni luajtur me ta si Rudi Vata apo Besnik Hasi, por edhe emra të kampionateve vendas qoftë në Shqipëri, qoftë edhe në Kosovë, si Ilir Daja për shembull, thjesht për të sjellë ca emra. Sipas mendimit tuaj, a është koha që mbase të rikthehemi pak te një emër vendas dhe mos të kemi atë kompleksin e inferioriteti që patjetër të kemi një trajner të huaj, dhe përse aq shumë fokusohemi, sidomos në këto kohë e fundit me përjashtim të Silvinjos, tek një trajner italian, Panucci, Reja, Maran, që përveç Debiazit që arriti një rezultat thelbësor, kualifikimin e parë në Europian, nuk është se kanë arritur shumë deri tani me ato çka bën me kombëtaren apo jo. Tanis këtu nga fundi duhet kemi parasysh që edhe Debiazi kur erdhi ekipi jon kombëtar nuk ishte në CV të jashtëzakonshme, ekipi kategorisë dytë kishte pas në karrierën e vet më shumë se sa kategorisë Serie A. Në këtë aspekt nuk do të më shumë te kjo pjesë, por ideja është kjo. Unë atë pyetjen e juaj a ka kohë për trajner kombëtar shqiptar do ta anashkaloj sepse nuk ja vlen ta jap atë përgjigje. Për sa kohë unë e di dhe jam i garantum dhe di shumë që sa kohë tjetë Duka, presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, nuk do ketë trajner shqiptar aty sepse është vetë sistemi i tij i organizimit punëve dhe vetë jeta e tij aty, sepse ai di shumë mirë, një trajner shqiptar që do futet, do fillojnë njerëzit e parë shqiptarë do fillojnë kapin Dukën me mor skuadrë, me çunën e tij me mor në aty. Ky është një nga arsyet e para, po them, nuk jo kryesore, por një arsye e para. Dhe ai do ta anashkaloj këtë pjesë, sepse nuk do të ketë probleme të tilla, ai nuk fut kurrë hunët ke trajneri e ekipit kombëtar ka punën e vet dhe Duka nuk fut kurrë hunët te punat e trajnerit. Merr këtë, merr atë, fut këtë apo fut atë. Kështu që në këtë aspekt trajnerët e huaj shqiptarët nuk kanë arsye dhe nuk kanë guximin t'i afrohen dhe thonë merr çik çunin tënd ti se është i mirë. Kjo është një anë. Pjesa tjetër është këtu, që trajnerët tanë, vërtet, kemi pas trajnerë që edhe kanë pas sukses në ligat e Europës, janë kualifikuar këta diun, por nuk kemi akoma një trajner që ka pas vërtet një ekip kombëtar, qoftë diku jashtë Shqipërisë dhe ka tregu diçka në ekipin tonë kombëtar, në ekipet e huaja kombëtare dhe ta kthejmë në ekipin tonë kombëtar, t'i japim. Është vërtet që kemi emra si Ilir Daja apo Besnik Hasi apo këtë dy, por pse diun Besnik Hasi të çdo njëherë shanse për ta detyruar ekipin kombëtar nuk ka pranuar. Kështu që në këtë aspekt ngel vetëm Ilir Daja apo në një emër tjetër që ka pas sukses në Europë, por që duke përmend arsyeën e parë, unë mendoj që sa ti Duka aty nuk ka për të pas ndonjëherë trajner shqiptar në ekipin tonë kombëtar. Dhe janë gjithmonë trajnerë të huaj, nuk ka rëndësi që janë italian. Duka fakt është tifoz dhe me drejtë sepse shkolla italiane e trajnimit është një nga shkollat më të mira të futbollit europian, ja botror. Dhe kjo është e vërtetë. Pavarësisht se futbolli italian këto 10 vite e fundit është në krizë, ndoshta edhe futbolli italian ka ardhur koha të ndryshojë çik taktikën e vet, pikërisht edhe me këto trajnera. Por e përgjithshme është që Italia gjithmonë ka pas trajnerë më të mirë në botë. Si e shihni këtë brez të lojtarëve të kombëtares, brezin e ri, kë shihni si mbase lojtarët më premtues që mund ta ndihmojë të kapërcejë një nivel edhe më lart dhe mbase në lojtarë më të afërt të mund të kualifikohemi sërish në Europian, edhe mbase edhe në botror, që është ëndra e madhe e futbollistike e shqiptarëve. Që kemi kualitete pa diskutim, por është diskutuar shumë dhe janë dhënë opinione të ndryshme për sa i përket
dhe kualitetit përgjithshëm të gjithë skuadrës që shprehje tilla për shembull që Shqipëria si ka pas kur kaq shumë kualitete, më duken pak sa të teprume, sepse në qoftë se këto kualitete vërtet do i kishim të tilla, të jashtëzakonshme që si kim pasur ndonjëherë. Atëherë ti këto dy ndeshjet miqësore ti s'kishe nevojë për trajner. Edhe në qoftë se luan një sistem të ri teknik, taktik. Vetëm kualitetet që ke lojtarë zgjidhin lojën dhe e fiton 2-3-0. Po nuk i kemi ne lojtarët, ndryshe do quheshim Spanja, Franca, Holanda, ku ta diun. Po ne jemi akoma në Shqipëri, kemi lojtarë me kualitete, po jo ekstra kualitete, që ne të pretendojmë që si kemi pas kurrë këto kualitete. Kemi pas para brezit ton ekip kombëtar me kualitete të jashtëzakonshme, Çimuça, Sulde Mollari, Agustin Kola, Ben Minga, Rahmet Pas e shumë tjerë. Pra, mos flas për brezin tim sepse do duket sikur pra ne kemi pas lojtarë me kualitete të jashtëzakonshme, kemi arritur dhe rezultate të jashtëzakonshme atëherë kur ne i shifshim trujat si UFO, sikur vishin nga një planet tjetër, pa kishim atë ndjenjën e inferioritetit. Ndërsa sot lojtarët tanë kjo ndjenjë nuk ekziston sepse janë rrit jashtë, janë servitur me ekipet më të mira. Por kur vjen puna pastaj ke kualitet futbolli, atë do të jemi pak kujdesshëm të themi. Unë them që ne kemi kualitete, po kemi kualitete normale, siç kanë dhe ekipet e tjera, të dyta dhe të treta, nuk po flasim për elitën, dhe që e ndan vetëm forca fizike, forma fizike, e dan sa minuta kanë komët e tyre lojtarët e tyre, sa mirë emocionalisht janë lojtarët tanë në ato momente që t'japin pastaj me ekipin kombëtar rezultatet më pozitive të mundshme. Për të përmendur 2-3 emra, këvëçoni si kualitetet më të mira për momentin në kombëtarin tonë. Apo emra që mund të thirrën në kombëtare që nuk janë thirrur akoma nga trajnerët. Jo, emra që nuk janë thirrur akoma nuk njoh, them drejtën. Po të kisha në emra që do më shkote mendje do ta thoja, por këto lojtarë që lëvizin pra nëpër Europë, që aktivizohen nëpër Europë, këto janë lojtarë që ne kemi, ne nuk e kemi atë listën e lojtarëve tanë 30, 40, 50, siç e ka Franca, Spanja e Anglia. Ne maksimumi 25, maksimumi 27 lojtarë kemi në dispozicion, pra që luajnë nëpër klubet europiane të mira, e kanë fjalën, dhe këto do bazohemi. Në emër të veçantë, nuk e di çfarë të them, domethënë në emër të veçantë që më ka bërë përshtypje dhe që nuk është është aktivizu pak, e kam vështirë ta them, por e përgjithshme është kjo, ne funksionojmë si skuadër. Pra ne kemi nevojë për gjithë lojtarët që janë në dispozicion, të jenë formën e vet më të mirë, të jenë fizikisht të mirë, të kenë minuta në skuadrat e tyre, pra të jenë moralisht në formën e vet më të mirë morale, pra të kenë minuta në skuadrat e tyre, se lojtarë që nuk luajnë në skuadrën e vet për ndeshje me radhë, pra nuk ka asnjë minutë, atëherë është dhe moralisht dobët. Nuk mund t'japi maksimale në ekipin tonë kombëtar. Dhe për këtë kemi nevojë. Pra, në momentin që i kemi këto lojtarë, ne bëhemi skuadër rrezikshme. Por nuk i kemi këto, atëherë bëhemi skuadër normale. Ky është ndryshimi. Dy fjalë shkurt mbase për ekipin përfaqësues të Kosovës në këtë fazë eliminatore për kualifikimin botror arritën një shkallë pak më lart se kombëtarja shqiptare e futbollit, duke arritur në ndeshjen e dytë të play-offit, por nuk arritën të kualifikoheshin. Si e shihni të ardhmen e kombëtarës edhe e përfaqësuesës së Kosovës, sidomos në suazën e kualifikimeve për Europianin e ardhshëm apo dhe botrorin e ardhshëm? Nëse do i krahasojmë kualitetet, Kosova ka më shumë kualitete si ne. Kështu e shoh unë. Pra ka më shumë kualitete, lojtar individ, kualitete se ne. Ka marrë një trajner të mirë, e pam shumë mirë dorën atij që bëri një skuadër, kishte luksin të letë lojtar si Zhegrova apo Rashica në stolin e rezervave dhe ja doli shumë mirë çoj skuadrën deri në finale. Në finale të një ndeshje tek që për mendimin tim aty ishte fati i saj keq, që i ra para Turqia, se mund t'i biti një skuadër tjetër, Çekia, ku ta diun një skuadër tjetër, Bosnia, Italia, të gjitha këto mund t'i kalote. Turqia ishte shumë e fortë për t'u kalu në ato momente dhe në ato ndeshje nuk pati fat. Roku shtyllën një herë, psoi atë gol që s'duhet ta psote. Pra
Kosova nuk u kualifiku për kampionat botror me centimetra, duhet të them. Në këtë aspekt shoh Kosovën shumë të kompletuar si skuadër, edhe si staf. Dhe kjo është arsyeja pse Kosova bë futboll shumë impresionues dhe rezultativ për momentin. Atëherë, për ta mbyllur, doja në fakt të ndaleshim te një pjesë tek edhe një bisedë që zhvilluam prakisht para se të nisim këtë intervistë. Fanella që unë mbaj veshur poshtë xhaketës time është ajo e Altin Rakllit e vitit 94-96, e sezonit 94-96, për të ndarë një kuriozitet për shikuesit tanë, është në fakt ndeshja e parë që unë mbaj mend e kombëtarës shqiptare të futbollit është e nëntorit vitit 1994 kundër Gjermanisë në Qemal Stafa. Humbëm për pak fare 2-1, gol i shënuar në goditje dënimi mrekullueshëm nga Hysen Zmijani. Në fund fare mbaj mend ishte një travers, Rakli mbase më ndihmon kush e goditi, nuk më kujtohet shumë mirë, por ajo që duhet ndalesha është te goli juaj në ndeshjen e kthimit në Gjermani, një gol spektakolar nga jashtë zonës, nga e djathta në trekëndësh, dhe një moment tjetër që më është fiksuar në femrinë time është i marsit 2001 me Anglinë në Qemal Stafa. Rakli futet nga stoli i rezervave, shënon golin e parë kur Anglia po kryesonte 2-0, duke sikur Anglia e kishte përfunduar lojën. Rakli e rindes dhe shënon dhe një gol të dytë shumë bukur nga e djathta, niset nga një top nga një vënje anësore, rregullon topin me kokë, shënon, por arbitri anullon. Gjithë e pam, unë e pash nga televizori, u duk që nuk ishte offside, nuk ishte asnjë faull asnjë gjë. Pastaj një kuriozitet është, arbitrin ju e takoni në aeroport në kthim për në Gjermani. Mund ta flisi pak për këtë moment, për këto çaste që nga fillimet, goli ndaj Gjermanisë, edhe ky gol i munguar ndaj Anglisë? Po patjetër, ajo fanelja jote më bëri shumë xhelos të drejtën që ke, sepse një fanele të tillë më mungon këtu. Dhe kjo është një fanele vërtet shumë me vlera, dhe po bëjmë një paralelizëm ndoshta shumë banal, dhe do duket jo shumë modest nga ana ime, po do ta them sepse kështu krijojmë ndoshta edhe një përshtypje më të qartë kush është ndryshimi. Ato dy ndeshje që kemi bërë ne me Gjermaninë, është vërtet, ato dy ndeshje kanë qenë ndeshje fantastike, një Qemal Stafa e mbush plot e për plot. Ajo fusha, domethënë, jo shumë skrahasohet me këtë të sotmen, domethënë, jo shumë gjendje perfekte sepse ishte edhe afër dimrit ndeshja, nëntor diçka. Dhe një gol fantastik i Hysen Zmijanit në goditje dënimit dhe një shtyllë fantastike e Ledio Pano. Ledio Pano ka bërë të shtyllë, ka qenë një gjujtje nga pothuajse 27 metra dhe nuk ishte akoma për ishte fundi fare, ra Bilbili pas asaj gjujtje. Dhe kjo ishte ndeshja parë. Dhe imagjinoni, dhe ndeshja 2-1, pra po flasim për një skuadër që mbas 3 muajsh u bërë kampion e Europe. Pra Gjermania u bë kampion e Europe në Angli, me atë golin e Oliver Bierhoffit, golden gol, si ishte ai golden goli kundër Çekisë. Kundër Çekisë, po. Qofse kujtohet. Pra, po. Ne luajtëm 2 ndeshje me ekipin kampion të Europës dhe mezi na mundi 2-1 dhe ndeshja në Gjermani këtu, skuadra jonë që nuk dite ku ishte, me një Hysen Zmijani që ishte nga fundi i karrierës vet, një ndeshje fantastike, Sul Demollari ka luajtur dite, Rudi Vata, Salvador Kaçaj, Xhumba Bellai. Kushta ishte nuk luajtja ditë. Okay. Jo, nuk luajtja ditë. Ka luajtur ndeshjen e kthimit, më duket, nëse nuk gaboj. Ka luajtur, domethënë, disa lojtarë të Vllaznisë që kishin ardhur, kishin nejt këtu, u bashkuan me ne dhe kanë qenë lojtarë që ishin goxha të mirë të kampionatit tonë atje, domethënë që u bashkuan. Ishin një skuadër që u saju aty, domethënë për aty, dhe Gjermania që pretendoi përpara ndeshjes na fute 7-8 gola ne. Dhe jo mezi na rref, po 20 minuta e fundit u ngre gjithë stadiumi tu fshëllu skuadrën e vet. Nga loja jonë e mirë që zhvillum aty. Pra, imagjino, skuadra jonë kombëtare sot të luaj kundër Spanjës. Ka luajtur kundër Spanjës në skuadrën e dytë të Spanjës. Dhe prapë humbi 1-0 për eliminatorët e Europianit, për finalet e Europianit. Pra bëni që këto paralelizma të dilni në kualitetet. Shqipëria ka pas gjithmonë kualitetet. Tani ka skuadër më të fortë, sepse ka organizim më të mirë, ka trajnerë më të mirë, ku ta di unë. Po Shqipëria ka pas gjithmonë kualitete. Ndërsa me ti përgjigjem pyetjes tuaj për sa i përket ndeshjes me Anglinë,
Është shumë e vërtet ajo. Ju a thash pak më përpara, ai ishte një gol që mund më djeg më shumë ti nga gjithë golet që më anulluar në karrierën time, sepse ne atë ditë anglisht mund t'i mirëshim barazimin, mos them që edhe mund t'i godisshim fund fare, sepse ato i dy patjetër fitoria. Pra, nëse do quaj goli i barazimit 2-2, atëherë mund t'i kapim prapë në kundërshtim, megjithëse nuk ishte shumë kohë më, ishte minuta e 92 e 93. Megjithatë ai gol domethënë pak të një pikë duhet ta mirëshim anglizët, do ishte shumë historike për ne. Arbitri ishte Luksemburgës, nuk e di domethënë, sot nuk ka shans të luaj Shqipëria kundër Anglisë, vi një arbitër nga Luksemburgu. Domethënë sepse Shqipëria ka arrit një status tjetër sot. Reputacioni i Shqipërisë është ngret në mënyrë fantastike sot. Atëherë ishim fakt, arbitrët ne na godisnin shumë, jashtë mase na godisnin, dhe një nga goditjet ishte kjo pikërisht. Dhe goli nuk ishte me centimetra, ai ishte pothuajse 3 metra mbrapa, dhe arbitri të nesër sa më pa mu në avion që u takum rastisht, ansori pra që ngreti flamurin, vuj të dy duart në kokë dhe më kërkoi falje direkt. Më fal gjermanisht, se gjermanisht fiqen ata. Ka Luksemburgu, më fal tha, ishte një gabim shumë i madh, tha, po na shu e pash. Domethënë, kjo është e vërtetë. Kujtimet bukura të një brezi që në fakt ka hasur shumë vështirësi, siç është ajo që thatë ju që sajuat një ekip në ndeshje me Gjermaninë, por pastaj me ngjarjet e vitit 1997 ishte një kohë kur luanit dhe jashtë, më kujton ndeshja në Granada që thuajse i grabitëm një barazim Gjermanisë dhe ndeshjen e kthimit po ashtu kur na shënuan në fund fare kur ishim 3-3 dhe në Gjermani na bën 4-3, apo edhe në 2001-shin filmas ndeshjes me Anglinë në mos gaboj kur u shkuam në Leverkusen dhe që pësojmë një gol. Ishte offside goli Klosës që na shënuan në fund fare pas një super goli të Bledarkolis, du themi? Goli jon, ato ndeshje nga jam fut minutën e 53, isha rezervë, hera parë që rrinë në rezervë në ekipin tonë kombëtar, pikërisht në Gjermani. Futëm minutë 53, po unë kam qenë gjithmonë profesionist dhe kam dhënë maksimumin, pra edhe kur u fuça, sikur 2 minuta të fuça, unë jepsha gjithçka. Goli ka qenë perfekt i barazimit ton, një aksion i imi nga krau djath në mes fush, ja fus një top të gjatë Iglit duke pas domethënë të gjatë, lojtari gjatë dhe kombinohej gjithmonë. Ai ult me kokë Bledarkoles dhe Bledari, pra ishte një pasim tresh ku Bledari bëri atë goditje fantastike. Ishte një gol fantastik dhe në fund fare pastaj pse atë gol minutën e fundit. Goli nuk e di ishte apo si ishte offside, po di me të thënë që ne kemi bërë gjithmonë ndeshje dinjitoze ka shi skuadrave të mëdha. Dhe kjo tregon domethënë që skuadra ka pas gjithmonë kualitete. Ne si shikues, unë kujtohet që në fëmijëri i shiha ndeshjet me timat përpara televizorit, ulur në divan, edhe ishte një moment shumë emocionues, si fëmijë mezi e prisja, për mua ishte një ditë gëzimi që i prisja 3-4 ditë, diskutonin me shokët e klasës, edhe ai momenti i të ndjerit me din zhega në shi, kamera që fokusoheshin në të në shiun e Leverkusenit, ishte një nga momente që kanë shënjuar atë tifozllokun tonë në kohën fëminore, por ishte kënaqësi Rakli që rikujtuam në këto momente nostalgjie dhe emocione që ju na keni sjell me golat tuaj dhe performancat tuaj dhe kombëtarja e asaj kohe që ishin kushte të vështira, nuk ishin këto kushte që kemi sot, qoftë edhe në infrastrukturën e stadiumeve tona, qoftë edhe në reputacionin që kishte ekipi ynë kombëtar, karshi ndërkombëtarëve, arbitrave që nuk na respektonin, themi drejt ashtu siç e përmendët ju, ashtu siç na respektojnë sot. Altin Rakli, shumë faleminderit që ishit me ne. Jeni kudoherë i mirëpritur për analizat dhe opinionet tuaja tepër të sakta, një legjend e ekipit kombëtar. Faleminderit Rakli. Shumë faleminderit, ishte kënaqësia ime dhe ju uroj suksese dhe i përshëndes të gjithë shikuesit e emisionit tuaj. Dhe gjithë shqiptarëve në Amerikë, edhe në diasporë.